Ulja me 28 dhe 18 cm që ka mësuar 2 godina banimi dhe shërbimi shumëkatëse në projektin Durrës Marina është një fakt i pranuar tashmë zyrtarisht. Një ditë më parë, IKMT doli me deklaratë zyrtare ku pranonte se pas inspektimeve për verifikimin e situatës në terren, rezultonte se objekti 02 ishte ulur 28 cm dhe objekti 04 ishte ulur 18 cm. Por pse ka ndodhur ulja e 2 godinave të para të projektit 2 miliard euro? Durrës Lajm foli me ekspertë të fushës së ndërtimit, të cilët jashtë kamrës e drejtojnë gishtin tek projektimi i gabuar i bazamentit të 2 godinave, ose atij që njihet ndryshe si tabani i themelit, për shkak se nën toka në zonën ku po zhvillohet aktualisht projekti dhe ku janë ngritur 2 godinat e para, ka përbërje ranore dhe mbetjesh organike si leshterike të tjerë, bazamenti rrënjësor nuk është shumë i qëndrueshëm. Në terrene të tilla, përforcimi i tabanit të themelit me pilota të inklinuar është i domosdoshëm. Duket se pikërisht një gjë e tillë është anashkaluar gjatë projektimit dhe ndërtimit të 2 godinave të para dhe pasojat janë ato që dihen tashmë, ulja e konsiderueshme e 2 pallateve. Blerjet e 110 apartamenteve të para u realizua në ankandin e hapur më 8 dhjetor 2022. Në atë kohë të interesuarit blen ajër, pasi nuk ishin miratuar as lejet e ndërtimit për godinat nga ana e Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujit. Por a do të jenë të sigurta për banorët e arshëm të tyre këto godina? Sipas ekspertëve, gjithçka do të varet nga projekti i riforcimit, që do të paraqitet për të marrë oponencën teknike të institucioneve përgjegjëse, si Instituti i Ndërtimit e të tjerë. Nëse projekti i përforcimeve nuk do të marrë miratimin nga autoritetet ligjore përgjegjëse për garantimin e respektimit të kushteve teknike, të planifikimit dhe zbatimit të punimeve të ndërtimit, fati i 2 godinave do të mbetet i paqartë. Sa të sigur do të ndihen blerësit e këtyre apartamenteve, kjo mbetet për tu parë. Sipas çmimeve të reja të referencës, pikërisht kjo zonë është më e shtrenjta në Durrës, nga 1.700–1.800 euro që ushqit 1 metër katror në ankandin e dhjetorit të vitit 2022. Tashmë ai ka arritur deri në 3.000 euro metri katror, në godinat e tjera të dala në shitje nga vetë kompania. Por pyetja që shtrohet pas këtij skandali të parë është: apo blihet siguri dhe luks, apo po blihen prona të paluajtshme të rrezikshme?